Përshëndetje nga ky episodi super surprizë. Jashtë serie komplet. Po edhe ai që kemi këtu vlla është totalisht trash. Jo, nuk e di. The God. The God and pjesa tjetër pastaj Mortalsat që vinë kështu poshtë. Janë të thjeshtë. Nuk jam kur gati për këtë episod, atë po i thosha edhe çuna me këtu. Ti jo, po unë jo. Të keqët. Kështu që pa u zgjat shumë. Mbani frymën njerëz. Ka ardhur mbreti i dublimeve, ai që vërtet e keni kërkuar të gjithë, e gjetëm më në fund, ju ausollëm përpara jush, i madhi dhe i vetmi Jul Canameti. Hej, përshëndetje, Gorko këtu. Ika, çoj, nëllë. Nuk mundem, Juli. Mirë se erdhe, vlla. Mirë se u gjeta çuna. Faleminderit. Jo, faleminderit ti. Ç'është kjo punë kështu? Jo, ne kemi shumë faleminderit. E privilegj mos e i madh. E bot Gokun me turp. Kështu që do të marr çik fuqi kështu. Vlla, po ta them realisht, totalisht jashtë pjesës kamerave. E kam rrafit e zemrës 170. Jo, se s'ka ardhur akoma ambulancë, sa e mora. Të keqe. E di që ke qenë në zonë, vlla. Shumë me projekte, po. Ja ku jemi. Juli, desha me të pyet, si ka nis dublimet për ty? Kur e ke nisë në fillim? Valla, kujtë se para se shkosh aty. Si e herë se s'kemi pa asnjë herë. Na fal, unë do thashë nga. Mirë kështu si ju dukem. Mashallah. Ne. Mirë të pasim për jetë. Tamam, lumë goja. Edhe ju. Dublimi ka nis, unë në fillim punoja me postet e audiove. Edhe në fillim e kam nis me kështu gjëra të vogla, personazhe episodik që ndërhynim të gjithë ne kur ishte një gjë për të mbyllur një kështu. Pastaj erdhën dublimet. Pastaj erdhën me radhë. Me të thënë drejtën nuk e mbaj mend kush ka qenë personazhi i parë kryesor që ke boti vëlla. Po kanë qenë. Dhe po, më kujtohet për shembull hera e parë që bëj fjalë për Barnin. Okej. Ishin disa që ishin zgjedhur disa që kush mund ta bënte, pasi kishte edhe punën e këngës. Barni. Dhe më thanë që do e bësh ti. Dhe mbaj mend sa ka pas lindur Mbesa, ishte e vogël. Mashallah. Dhe vjen regjisoria sepse Barni ishte një personazh shumë i dashur, kishte gëzim brenda, ku dëgjoj, më jepte, më qeshte Barni. Dhe por para se ta nisja, më vjen regjisoria dhe më thotë, shiko, e di se të thot 2-3 gjëra mbi rolin, dhe më tha, do ja thush, tha, këtë do ta bësh Barnin, sikur po i flet Mbesës. Se e dite që unë Mbesën e kisha sikur po i flet Mbesës. Lëri thash se e kapa. Edhe doli Barni. Dhe me vërtet ka dali i qeshur, i gëzushëm, i dashur, Ti ke qenë vëlla me ne nga mjesi deri ndari, shkur ta sqarojmë këtë moment. I këndushëm. Por nga kjo ka qenë piknisja e Barnit. Domethënë Mbesa Andra. Mashallah. Dhe prandaj doli Barni. Ti je Daja apo Xhaxha? Daja, dhe s'ka. Daja është tjetër muhabet. Ti se di po ta. Jo, mirë. Kam Daj paktën. Ke bë edhe diçka tjetër që është besoj komplet e kundërta e Barnit në të njëjtën kohë mos gaboj. Prit, para se të kalojmë te këto tjera. Vështirësi që ke pas te Barni, vëlla. Se Barni ka pas qamet këngë. Barni kishte shumë këngë. Një episod që ishte 20 minuta, 23 minuta, kishte diku te 5-6 këngë. Dhe
puna ishte që është bërë me vërtet një punë kolosale te Barni, gjithë ekipi. Regjisorët që merreshin me këngën dhe çunat që merreshin me këngën. Dhe puna ishte që ne nuk i njihnim këngët. Pra jo si sot që e prekëm pak, që if you're happy and you know, clap your hands. Ne duhet ta dëgjonim, okay, jep edhe një herë, futu. Pra ishin të panjohura për ne në se sot YouTube është bërë dhe kjo ishte vështirësia. Më e madhe ishin këngët. Këngët sepse isha unë që këndoja dhe ishin dhe një grup fëmijësh shumë të talentuar që duhet bënin fëmijët edhe në dublim edhe në këngë. Dhe në përgjithësi e kanë bërë këta që ishin dhe një 3-4, 2 vajza, 2 djemë që ishin vetëm për këngë, po që u përshtas të zëri me personazhe që i dublonin. Dhe kishte një ritëm shumë të lartë Barni. Domethënë mbaj mend ishin 7-8 studio që punonin vetëm për Barnin. Punonin për Barnin sepse kishte nis transmetimi dhe ne duhet ishim në kohë me transmetimin, me transmetimin. Punë kolosale për asher papa. Jo, është nuk e di domethënë, e kam fëminin para syve, po më kalon kështu si lokomotivë ruse, kështu përpara. Po si s'ka filluar, se që do thoja unë çfarë. Njëkohësisht me Barnin, plus minus e njëjta kohë domethënë, ka bë edhe narratorin e Panterës së Rozë. Po. Ja tani më kujtu, po. Ai ishte shumë i dhe Pantera Roz, ne më duket se morëm një version që ishte gjerman. Pasi më duket se anglezi nuk e ka pas me narrator. Dhe ne e bëm me narrator. Po ai ishte i vështirë për të bërë si narrator, sepse të shohësh Pink Pantherin duke lëviz dhe ti të bësh narratorin, ai është gjithkohën që të ndalë. Po bëjë se shumë i po, e kisha harru këtë të Pink Panther. Kjo ka qenë në të njëjtën periudhë kohë. Maj mend deri diku, domethënë mbaj me gjithë Panterë Rozë, po tash po mundohesh të kujtohesha batutat dhe gjonat se. Pa fund. Ti nuk shikoj, di se është Pantera Rozë, është Charlie Chaplini, po e animuar. Po, është vërtet. Shumë, film. Është film ikon. Po, ai është ka i gjithi me ty dhe i gjithi shumë i bukur. Për kohën që ka qenë ajo ka pas super, sot që ne jemi rritur dhe po t'i shohim prapë atë. Çfarë më burr? Sa të pafajshëm pas kena qenë si fëmijë. Jo, se ka dhe Pantera Rozë sa bisliqe mrena. Atë po të them pra që ne se kemi kuptuar mesazhet që kishte atëherë, sot që shef prapë thu. Është normal. Shiko, zakonisht mesazhet fshehura ke në çdo film. Eksakt. Që ne nuk domethënë janë shumë të prekur me cep, po që janë më shumë në tekste. Sidomos te filmat vizatimore. Nëse zbërthen Disney, ti sheh gjëra aty që nuk janë për fëmijë, që nuk janë fare për fëmijë. Domethënë është një botë e tërë e fshehur se kur i rikthehesh sot, mund të shohësh një film që ka qenë dikur për afus kot këtë e bukur edhe Bisha. Shife sot ke tjetër koncepte totalisht. Gastoni se ai. Të filloj që nga po pra, të filloj që nga bullizimi, kjo pjesa e drejshit që quhet materializmit, që është princi dikush. Por dikush është mesazhi më i bukur që ka e bukur edhe Bisha për shembull tani që më kujtohet, është ajo pjesa që teatrit kësaj që ishte gjeni, literalisht në Charles Lewis. Po, çu çmendur. Po, që fliste të vërtetën, fillon njerëzit e vënë budallikun. Ajo se budallaku i çmend. E kupton? Është çfarë ndodh për ditë sot, del dikush edhe flet diçka që ne jetojmë për ditë, doli ke budallaj. Është vërtet totalisht. Është vërtet totalisht. Juli, tani unë do të di një dy gjona më speciale. Atëherë vetëm 2. Po, domethënë për warm-up, për kështu, për ta ngrohtë situatën, sa ndalë edhe mujt çika ajo. Sikleti, sukulldie. 15 vjet aktorë era parë jetë që kom emocione. Kur ke kaluar në fillim të dublimet, domethënë ke qenë teknik në fillim, se pastaj kalove te dublimet. Ke qenë periudhën e shkollës, pas shkollës? Jo, ishte periudha para se të filloja akademinë, unë studioja për ekonomi dhe fillova të merresha me këto. Dhe kur fillova të merrem me dublime, me ai grupi shoqëror që për hir të vërtetës ka qenë një ambient
shumë i mirë në tek AIA kur dublonim. Ishin njerëz me pasion, njerëz profesionist plus pasioni, dhe aty u bën bar disa njerëz që se secili ka të grupimin e vet që rri, Patjetër. që futu. Edhe ashtu janë fut për regji. Aty është marrë ai indicia spundoja. Dhe pastaj fillova për regji filmi. E kishte të vështirë në fillim, domethënë këtë tranzicionin, se duke llogarit për nga ekonomi në film. Jo, shikon, e artist. Tash ju lirova. Ça lëvizje fiktive. Nuk ishte ndonjë pata fatin e madh që në regji kam qenë me Kristaq Mitro. Okay. Dhe edhe kjo marrja me filma, ti fillon dhe kur ushqehesh çdo ditë me fillon deri diku e kupton ndryshe strukturën. Pavarësisht se në shkollë ti mëson fiks gjë. Por nuk mund të them që ishte një gjë e vështirë. E bëra mirë që e la, se e pash që nuk kisha një pasion për ekonominë. Pavarësisht se në çdo te familja, kretë fisi e kemi nga një ekonomist në edhe shtëpi. Edhe ti e Deliazeze e familjes, domethënë unë jam artist. Ti s'ja dole dot koleg. Unë jam artist në shtëpi. E di. Ke vlla akoma. Ti ke bërë këto, e di, besoj. Ti ke bërë këto? Të gjitha. Shumë. Domethënë autodidakt. Sidomos Goku një herë. Ka sa po e kete plani jonë, si e kena lënë kundërshtarin aty njët. Ma regjistro këtë pjesë si të mos Goku, se ika. Ai, te Gokun e kena te pjesa dytë, në më duke. Amëtsim. Sa ka për të folë nuk para. Doj tjetër të I jepi. Ke bë lemzën, ke trajnu dragua me pak llafe. Po. Do trajnu. Hika po. Shumë i bukur, më ka pëlqyer shumë lemza. Madje mbaj mend, më ka rastis në 2-3 filma, dhe lemza ka qenë një ndër që jam emocionuar dhe e kam ndalu dublimin. I thosh unave hajde pim një cigare. Dhe më ka rastis lemza kur ka një dialog me tijatin e vet. Sepse ishte kjo puna që mos është ajo kur është fëmijë që e merr në prerë apo është jo por debatojnë që i thotë o do bësh kështu s'ka është një skenë. Kishin pas një përplasje me njëri tjetrin në këndvështrimet. Do ketë qenë filmi i dytë që takon jo, të dytin unë nuk e kam bërë. I pari ka bërë të parin dhe është kur lemzën e morin që të trajnoj të si vjet vrasit dragon. Po, ndërkohë ky trajnonte po. Po, okay. E ka pa fillim. Ne jena rrit për t'i vrarë, jo për t'i trajnuar. Patjetër. Lutem. Dhe e majmen që te lemza një dhe te ap, ai djali vogël, ai skauti. Po, që Zoti Frederiksen. Aty, për shembull, ka një moment, ka i dialog shumë të minimalist fare. Kur numrojnë makinat me atë gjyshin që e ka bërë Piro Malaveci, fantastik. Njeri, njëherë si njeri, përpos dublues zëri Piros është i frikshëm. Dhe jam emocionu shumë dhe e kam stopu, kam dalë kam pi cigare, se në moment shumë emocional. Dhe dublimi ta ofron këtë gjë. Se ti futesh ti futesh të do zdo. Edhe nëse je në serial që, okej, se punë është, ti do japësh një ritëm, por janë shumë momente kur ka dialogje në kurbën që dhe ata e ngrejnë të filmi, ku ti emocionohesh. Dhe unë gjithmonë i këm pak këto. Edhe biles në euro harroja dhe Jula, apo kemë faj. E japim se të humbet atë. Të merë brënda, e ka këtë magji. Dublimi është fantastik. Sa të dashtoja. Shumë i bukur. Unë e kam me një pasion shumë. Tani me mu dhënë vit. Përpos që pa dash me vonë në se si shkoj deri në këtë pikë, po me u rikthy, do e bëja me shumë qef. Shumë qef. Është shumë i bukur. O vlla, ta shohën sy atë lloj sparkle, atë lloj shkëlqimi, realisht. A ekziston vërtet, domethënë, ta pyes pyetje sinqerte, jo për ashtu se muhabet lirshëm po bëjmë për qefin ton. Të lidhesh aq shumë me këtë profesion. Si ka mundësi, domethënë,
ty vetë vëlla, ç'a të ka lidh kaq shumë te ky profesion, domethënë i dublusit. Por mu më falë të ndërpres është zanati më i bukur në botë, ky dhe radio. Edhe radion, unë e kam pas gjithmonë qef. Biles një periudhë doja të bëja një emision në radio, si pas sa ideve të mia. Si referencë, në fakt, ishte po shihja një fragment se nuk e pash dhe të gjithin si film, dhe ka qenë, tani nuk e di nëse... Radio me një djalë me ngjyrë? Jo, është film, dhe ka qenë i madhi Robin Williams, që thot Good Morning Vietnam. Adhuroj atë. Dhe tjetë një gjë, doja të ishte një gjë, një spërkatje pozitive për... A do ta bëjmë se dhe unë kam dash të bëj një gjë, dhe kam marrë spuntën nga ky film. Fantastik, Për zotin. një gjë e tillë. Sigurisht është jashtëzakonisht e vështirë ta nxjerrësh, sepse do një energji të përditshme. Patjetër. Dhe do një përgatitje që të dalësh në këtë rezultat, e do një përgatitje mbrapa shumë të fortë. Por si ide, do më pëlqente për shembull të ishte një gjë e tillë si një gjë pozitive, një gjë. Për qef, thjesht kaloj mirë. Një lëng tjetë e... Kurse dublimi, është i bukur, shumë i bukur. Ti jeton me atë personazhin. E vërtet. Kur vjen bon, them, shu e shef. Okej, ma kthe edhe herë, edhe e kam pas gjithmonë. Po ju asë është mirë, por edhe të ca personazhe që janë që ti kishe qef me i dublu. Nuk më kujtohet në një konkretisht tani, po e mbaj mend veten që i ktheja. Hajta jam. Personazh negativ, domethënë një ndër, por mos më thoni 10 me personazh negativ. E di kush është ajo që ke qef ti. Kush më bër? Te Naruto. Te Naruto? Kë ka bëj sekond, se e di diku Kam pas bërë një, më duket se kam pas bërë një Kabuto. Kabuto. Po. Tha vetë i vetmi negativ domethënë që ke. Po e mbaj mend, ai ishte kështu si E që si skuthaj. Ka qenë si, ai ka qenë skuth. Ai ka qenë skuth. Se Naruton ndjes por nuk është se ja kam ndjek seri që unë ta di dhe historinë por ky personazh ishte shumë i si skile ishte, edhe kur fliste kështu me një ton i zërit ishte i drejtë fare, nga ana emocionale ai nuk i lëvizte portreti. Po dhe ka qenë kështu me përshpërim, treqerekun e kohës ai fliste ironik, nkulm. E ka bë që të shushkurisht janë ti nga fjala e parë deri te fjala e fundit e rreth me pas, ka ngeca tjetër shi, ka buton. Domethënë ka bën nga fillimi deri në Po e di. Vetë lufta e madhe. E di komplet evolimin e karakterit ton. Ai u bë gjarë për fund, domethënë skile po më keq. O personifiku ta më. Personazhi i bukur ka qenë ky Kabuto. Ai shef zakonisht i këta. I kam qef animet. I kam shumë qef. Nga ana artistike janë jashtëzakonisht të arrirë. Në çdo gjë, sa më shumë ti ishe, aq më shumë ti kupton sa punë është bërë brenda. Në gjithë pikat që mund ta kapësh një film. Për pos dublimit, me e lënë dhe jashtë, si filma janë shumë të arrirë. Jashtëzakonisht të arrirë. Tjetër, shumë punë brenda, shumë koncept, shumë larg. Janë bërë, sikur janë bërë shumë para kohen disa. Po çuqen po për një epokë tjetër që po vjen. Shumë bukur janë. Ka ke kështu ti nga, do ti shef anime thu, e që u realisht me fasova. Jo, unë e prisja deri diku. Jo, fakti që më thot, o vllaj, punë sa ke në atë moment. Prap. Kupton? Ti gjesh kohën, e di pse domethën zakonisht kur më thonë që shikoj anime, po flas pjesa ju që jeni gjanë treg, miku im dhe keni punë më sa është dhe ky problemi Marlin, ose e ke parasysh kur ti supozojmë punon në restorant peshku dhe të thonë ato hap peshku si e kupton, edhe ideja që dublon gjatë gjithë kohës dhe ti shohësh pastaj të puni kam pak, e kupton. Po kur e ke këtë dëshirën mrena për të pa vetë, e kupton, nxjerr këtë produktin final, e ke parasysh ky diamanti sa është ai më i mirë. E kupton se ka të garaq. Ti shef animet, e kupton vetë jashtë kësaj punës që bën, e kupton psikologjinë e karakterit dhe kur hyt ajo puna, është ajo që sapo tha pak më parë që na loj sekondë vëlla. Dhe kupton hyn në rol. Ka qenë një film, unë nuk e mbaj mend titullin,
se Blue Sky, se Blue Eye, se nuk e mbaj. Blue Sky është ajo që është me ngushticën e Gibraltarit, që është qyteti i gjithë i me re. Gjithë filmi ka pas s'kishte 3 faqe tekst. 3 faqe tekst. Po. Domethënë, jashtëzakonisht shumë pak tekst. I ndërtuar në një mënyrë fantastike. Do ta gjej. Po më duket mos gabohem se unë me titull. Jo, s'ka problem. Nuk Qofse është Blue Sky që Ka sa po na asisto pak lutem. Jo, s'ka gjë se e di unë këtë filmin. Fusimi publicitet? Po patjetër. Që dalin te pjesa pikante. U kry. Ka sa po, do na bësh kështu. Edhe vim prap. Futi gërshonët. Shadow Clone. Erdhëm, Por, diti që unë jam bosi ato plagat që majnë ato lekët tu. Ti po ti më qef te ka sqet. Ja, unë kam qef te poshtë. Jepi. Ma kujto pak si kishte emrin ai. Ai Japan Square? E pa di çka kam usat? Pas se sot është është Crème de la crème. 8 minuta transformim, 2 episode. Je gati? Jam gati. Ma e frymën. Më ndiz. Ma si a fut kod, Allah. Episod special me Kaq është pak. box special. Kaq është pak. Unë nuk di çfarë them. Nuk kemi filluar akoma. Absolutisht është warm up. Është warm up. Lutem, t'ja pasoj pak Goku-n. Po, është një dhuratë. Kjo është dhuratë, është e mbyllur, është sill, vjen direkt nga Japonia. Kjo është pak për e sigurt, është me tojin. Në gjuhëm që juve edhe mund t'i adresoni diku këto dhuratat. Që të rrisni pak gjeneratën e re, ta edukoni se si nuk është baba. Ta mom kush është baba. Surprizja. Që mirë kështu me dhurata. Jo, sa po ka nis. Thjesht sa po ka nisur. Goku, ha? Edhe transformimi më elitar. Niki im ka pas të gjitha këto Figurinat. të gjitha të Gokut. Dhe duhet i ketë akoma, po e nxjerr kështu. Dhe ja mund t'ja plotësosh si? Deri në fund të emisionit, un tak. Jo, ka gjë vallaj. Kujtose Marovon, kjo është ekstra nga ne. Kjo është një ekstra nga ne. Prodhimi jon. Po. Tani, kësja tregoj vetëm Gokut. Ta kompletojmë se. Jepi drejtim, koleg. Kjo është diçka e rrallë, janë kështu collectibles. Është një letër që vështirë ta gjesh, është Goku. Faleminderit. Këtë ta keni dhuruar ne, domethënë. Faleminderit. Dëshira e madhe që ti. Shumë faleminderit. Shofim prapë në ambulancët lutem. Ta lek kështu. Si bedje ja. Faleminderit çuna. Jo, faleminderit ty vëlla për gjitha këto. Vështem më me kujdes. Dhurata, s'ka problem se e bëjmë gjatë pjesës të pushimit. Ikim tash vazhdojmë aty ku. Ikim dhe kthehemi ke pjesa e dytë. Hajde ka sa bashkë. Hajde lale.